Thu thosh në i balë, këtë fund tetori është një përjetim i rrallë i bukurive natyrore që ka kjo zonë e thellë malore e Pukës. Pyje dhe pejsazhe shumë ngjyrshe me penelata merslënse që aq mjeshtrisht diti pikturoj vjeshta. Sa po del në lartësinë dominuese të qafës së sharit, para syve të shfaqet i balla, një fush plajt tërheqëse që rrin prej shekujsh në prehrin e Alpeve. Një zonë me tradita të hershme historike e kulturore, po krijon mundësi të reja në zhvillimin e turizmit malor, ku vitet e fundit ka nisur të ngrihen bujtinat e para, të cilat afrojnë për vizitorët e turistët një kulinari bio dhe kushte normale pushimi. I balja është e bukur, siç po shihni ju, i balja është shumë e bukur. Natyra ka bërë mrekullinë e vet në këtë zonë. Kemi një impleksje të jashtëzakonshme të bukurisë natyrore, të virgjërisë, njeriu këtu pothuajse nuk ka prek, gjithçka që e shikoni ju këtu është pothuajse e virgjër. Për momentin kemi vetëm një investim të qëndrueshëm që është Vila Le, pra është një bujtinë e mrekullueshme. Mendojmë që në të ardhmen Balja do ketë perspektivë në turizëm. Për të njohur më nga afër me trashëgimin e pasur kulturore të këtij vendi, një grup studiuesish të historisë, etnografisë, gazetar, punonjës kulture e biznesmen u thuan drejt i Ballës. Ata konstatojnë se me pak investime i Balla do bëhet një zonë e zhvilluar e turizmit malor. I Ballja don dhe kërkon investime, jo të madhështore, po investime të vogla që ajo edhe më tutje të eci në drejtim të turizmit. Është një pasuri i Ballja që meriton, është një vend që meriton të eksplorohet, që të shihet nga turistët, sepse është vërtet i bukur. Trashëgimia kulturore do të bëhet një promotor i zhvillimit të turizmit në këtë zonë, jo vetëm turizmit kulturor, por turizmit në përgjithësi. Pra do të jetë, po themi, një katalizator që do ta nxjisë zhvillimin e vërtetshëm të turizmit. Identifikimi e promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore, ngritja bujtinave të reja me gatime tradicionale të zonës, mendohet të japi një zhvillim të shpejtë turizmit në këtë zonë, pasi dhe rruga në këtë destinacion është tërësisht e asfaltuar.